Sulmi në Banjë kishte sulmi drejt për drejt në sigurinë nacionale të Kosovës. Mirë po, ai sulm ka prodhu edhe dezinformata, të cilat jo vetëm këtë rast, por mirë po edhe në raste të tjera vërshojnë vendin tonë. Se sa janë të rrezikshme edhe cili është efekti i tyre, sot kemi zgjedhur të flasim me musafirin tonë, i cili është ekspert i sigurisë, zoti Burim Ramadani. Sa janë të rrezikshme dezinformatat për sigurinë kombëtare të një vendi, Burim? Absolutisht, ato prej themelit tyne, qëllimit tyne për me mashtru, respektivisht me orientu gabimisht lexuesin, shikuesin apo ati që i drejtohet, kanë qëllimin që në kuptimin e sigurisë kombëtare ose sigurisë nacionale të ndikojnë në dy aspekte. Aspektin e parë të ndikojnë tek vendimarrësit, edhe në institucionet sigurisë, por edhe vendimarrësit politik dhe ata të institucioneve qendrore të shtetit, këtë rast të Kosovës, në mënyrë që duke pasur në background ose në prapavi informata false ose të pavërteta, të ndikohet kështu në mënyrën e vendimit ose çështje të sigurisë kombëtare. Dhe kondi i dytë që është tepër i rëndësishëm është për publikun e gjerë. Pra qëllimi i dytë është për publikun e gjerë, në mënyrë që publiku i gjerë në të mos besoj në institucione publike, të mos besoj në legitimitetin e vendimeve që i marrin këto institucione. Pra dhe nëse i kombinojmë të dyjat, e shohim që qëllimi i dezinformimit si metodologji e punës e strukturave, caktuara, qorqeve, shteteve që kanë synime armiqësore, është që në ne ta ndikojnë vendimarrjen siguri kombëtare, pra që ajo të jetë e gabueshme, dhe në dy që publiku i gjerë të mos besoj në çfarë do lloj vendimi që merr institucioni. Po, një rrezik që vazhdueshëm na vjen vendit tonë janë, si më thonë, dezinformatat që vijnë prej Serbisë. Kemi pa që tendencat të fundit janë që me përhap dezinformata anti-NATO, anti-perëndimore. Edhe duke qenë një fushë në të cilën derdhin si dezinformata, a duhet pajisje institucionet tona me ekipet veçanta, me pajisjet veçanta, që me luftu këtë faktor keqbërës për vendin? Definitivisht kjo është luftë jo konvencionale. Dhe lufta jo konvencionale nuk mund të luftohet me metoda të rregullta, të vjetra, apo tradicionale ose konvencionale në përgjithësi. Prandaj, jo vetëm se institucionet kanë ose nuk kanë, varësisht prej cilat nivelet e institucioneve të sigurisë po flasim, por se ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe që është unë të rëndësishme në Kosovë, është që sikurse pas një mashtatorit të vitit 2001 në Amerikë, kur janë krijuar ato qendrat fuzionuese për këmbimin e drejt për drejt 24/7 të informacioneve pranë kohë reale, unë besoj që po ashtu Kosova, sikurse do në zemër shtetet tjera në rajon, ka nevojë për strategji koherente dhe gjithëpërfshirëse në luftimin ose për ballimin ose dekonstruktimin e dezinformatave që kanë qëllime armiqësore. Unë besoj që këtu është edhe qëllimi i kësaj lufte hibride dhe kryesisht e ndërlidhur me ose e fokusuar në dezinformim, pra që të zvoglej këtë besimin e qytetarëve, popullit, dhe të vendos një lloj konfuzioni tek institucionet në raport me partnerët, në raport me rrugën tonë drejt NATO-s, në raport me rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian, vlerave të asaj rruge, dhe të njëjtën kohë këto vendimet që ju referova në fillim, pra vendimet e sigurisë kombëtare, të jenë të konfuzuara për nga qëllimi dhe përmbajtja. Mirë, në situata të tilla ne dim që nga fillimi i vitit kemi pas tensione të her pas hershme në veri të vendit, pa çka edhe kanë prodhu dezinformata, por tash po e shohim që në botë nuk është vetëm Kosova që ka kriju ka një konflikt në mesin e saj, po ka disa tensione që janë ngritur në shumë vende të botës. Në gjithë këtë vorbull, ku duhet të jetë fokusi i Kosovës? Fokusi i Kosovës absolutisht në bindjen time duhet të jetë në një përballje të saktë, të argumentuar, të provuar me evidencë ose me referenca të sakta, institucionale dhe jo vetëm historike, për të ofruar edhe popullin edhe institucionet e Kosovës në vendimarrjen e përbashkët me NATO-n, me partnerët ndërkombëtar veç e veç, dhe të njëjtën kohë që të ofrohet në kuptimin e ofrimit të zgjidhjeve
për qytetarët kudo që janë, çfarëdo lloj etnie që kanë dhe çfarëdo lloj natyre të kërkesave, qofshin politike apo jo politike shoqërore që kanë. Puna profesionale e institucioneve të sigurisë duhet të përkthehet tash në politikë të jashtme, duhet të përkthehet në bashkëpunim politik dhe diplomatik me shtetet në rajon, me shtetet e Bashkimit Evropian dhe me NATO-n, në mënyrë që Kosova domosdoshmërisht të gjejë formën si të del nga harta e konflikteve, sepse hartat e konflikteve në përbot nuk i konvenojnë as Kosovës dhe as shteteve mbështetëse pra perëndimin. Është qartë për mbinjën time, synim i Rusisë, ndoshta edhe Kinës në një aspekt, që të shpërndohen sa më shumë zona konflikti në përbot dhe fokusi perëndimor të jetë më i konfuzuar dhe në këtë rast Serbia do të përfitonte më shumë.